Përshëndetje miq të dashur, dhe mirë se erdhët në podcastin e radhës. Sot kam vërtet gëzimin të ju prezantoj një podcast pak më ndryshe, me që jemi në një ambient pak më ndryshe se nga podcastet tjera. Sot kam përzgjedh ta kem mësafiren Ardiana Nolfon. Sot pra jemi në një yoga studio ku gjindemi në Montreux të Zvicrës. Dhe shpresoj se do ta shijoni këtë podcast. Ardiana, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Apo mirë se unë. Mirë se keni ardhur ju. Faleminderit shumë që ke marrë kohën për me qenë unë mësafire jotja. E gjithë qefi. Po ashtu edhe ti mësafire e podcastit tim në podcastin Dritë mbi mendjen. Më vjen mirë. Më vjen shumë mirë me patë që të bisedë së bashku. Që thash para 30 viteve, që 30 vite njem. Po. Ala treja jemi, ja? Mendja e përcakton moshën, apo? Teshtu. Më pyesin nga njerë sa vjeç, i tham, varet. Varet për shka. Varet për shka. Ka njerë 15 vjeti kam alon. Ardian, vërtet e kam nderin t'jem këtu sot në yoga studio tonde. Yoga Center Montreux ose Yoga Center by Patrick Nolfo është bashkëshorti im, se ka qenë këtë shkollë para në vitin 2001. O ka në shkolla parë e jogës nonën në 2001, po, nonën franceze. Prej atëherë që me mia njerëz se mundohem ju bo mirë me kurset e jogas. Edhe është naturopat, heilpraktiker, arst. E unë që 18 viteve ja kom nisë. Okej. Unë dashta ashtu kështu me ta parashtru ty këtë pyetje para se të him në tema. Shumë mirë, ti veç e fillove pak para se të hym në tema kryesore, po a mundesh më na tregu pak se si filloi kjo, domethënë si të erdhi ty që ti të merresh. Unë e di që ti merresh me sport gjatë prej këtyre viteve që nive me njëherë me karate, me boks, e tani domethënë me yoga. Si të erdhi kjo ty? Si zbulove ti se kjo është pasione yt me që ti e bën 18 vite, edhe sidomos, çka po më intereson shumë, si e besove që si besove në benefitet e jogës. Sepse para 18 viteve, sidomos të ne shqiptarët për yoga është e kanë pat me një sy të ndryshme e kanë qyrë. Une prej moshës 7 vjeqare ja kom nisë karates. Ajo kom pjesë e jetës tamë. Dhe ti e din sa ushtrimet i kom pas, sa koja ja kom pas dhënë ushtrimeve të mija. Deri në moshën 21, deri ku kom bo edhe një vendim tjetës atëherë të ndryshëm. Se thënë ka njerë dashuria ti mbyll syt, moshën 20 vjeqare. 20 vjeqare, po. E çka ndodhi atëherë? Dhe moshën 20 vjeqare, atëherë pa ta vendos, më ardhë në kiton se u pa ta dashuru. Po mas një vitive, u konë pak, thash, e kom vrejtë se nuk është energjia njëjtë. Po, si që është, kom pas najtë gati 7 vjetë me atë person.
Të ndihmu, krejt, e të mësu. Ka njerë thojmë, gabime janë tjetës, anaj kënaj, isha duft, isha, ose si kisha bo. Që thamë, parzit, ato e në eksperiencët tjetës. Në 2005, e kom pat atë thirrjen mbrana se thotë që më thënë, di inëre shtime. Zonin mbrana se thotë, diçka duhesh më ndru, diçka nuk je në rrugën e duhur, ndoshta. Qashtu. Unë e kom pas pat punën me njën që vetëm që kyzit në ka pas që shmë begrenzt në kanë da, se çdo ditë kalosha këtu e shisha yoga shkule. Do më thonë këtu? Po, që në kom pas punuar në kabinën të ortodonsis. Edhe një ditë, thash, po shkoj, po këqyri shka është, po ma qelin derën, po më tërgojnë, bashkëshorti jem. Është pikrisht kjo këtu? Kjo këtu. Ma qelin derën, po thatë, po, hajde sot mbrëmje, mund është marrë, do është një kurs, anë i kënaj. Thash, vi sot mbrëmje. Kjo është bashkëshorti është? Vi sot mbrëmje. Çdo ditë të kalu, sot mbrëmje s'ku marrë hiq, çdo ditë të kalu. 2 vjetë kanë kalu. 2 vjetë. Në 2 vjetë, unë qëtu e kom patë. Po kur tajnë, kur nuk është koha, nuk ka. Nuk ka në ala është krujtme. Ra puna se të print jem konë. Edhe e kom hup, që shme thonë, e kom hup balancin në shkallën e fundit. Edhe pa të thy komen. 6 javë me gips. 6 javë me gips, që shme janis shka me bo. Nisho që po më bojnë, që tash nështë është koha, du shme janis me yoga është ma let, e heka gipsin, po shkoj në klasë në yoga, e kom pat një, që me thonë, pas në fitness, edhe aty jepshin yoga klasë, yoga seancët yoga. Sessions. Edhe, po shkoj, kanë përshë, bashkëshortin, pse u bom. Edhe, thash, apet që këm dul për para, Edhe, përboj kursin krejt në botën time, edhe krejt, që më thonë, krejt ushtrime që i kom pat në karate, në tradicionin të Japonisë, krejt t'i simt ufëvacht, jenë zgju apet, e thësha, që kem ka mungu apet. E kur e kom gjetë jogën, se thojnë se tash kur e kom gjetë, kur yoga më ka gjetë mu, ka ardhë më ka marë, se thojnë është një shprehje në yoga, kur të është koha, nuk është se ti shkon. Unë e kom pason 2005, po nuk kem kon gati. Mandej në 2007, ku më ka pas ndodhë, në 2007, ka ardhë yoga më ka marë mu. E prej atëherit së më ka shumë. Njerë kur të visualisa ke venduajnë ishte se këshpyrsh, këshmek, thash, të në khashtas në mdosla. Të që ishë bje atë peri kanë hetën. Do më thonë, kur t'ja ndjesh aromen, edhe e ndjen shije, masanaj nuk mundesh mu, edhe mundesh me vizualizu. Ku t'je edhe nëse se ki mundesh gjithë me vizualizu e ki që aty apet. Ajo është pjesë e jotja masanaj. E pasaj si ndodhi kjo? Si ndodhi, ja kom nisë kurset, trupi, e vrejsh apet trupin të në thësha, tash apet përdi energjien që kom patë për para se e pata hup. Pse e pata hup? Se 6 viteve tjetës të më, ja u kom dhonë tjerve. S'ka qenë për vetës? S'kam qenë për vetën. Ti ke dhonë vetës? Si kom dhonë, as ko, as vetëm të menu në atë mënyrë, duna me ndimu tjerve. Duna me ndimu, ajtë se unë muna, jeme fort. Jeme fort, muna me ndimu, Kur edhe vendimi, i kom pat rastët, që me thonë, trupi janë signalet
alarm, signal, na jep. Vetëm na duhet gati duhet me qenë gati për me ndigju. Se është diçka se të ndodh në trupin tonë. E nuk duhet me lon hajtë se më kalon. Nein. Duhet me ndëgju signalet trupi shka ju qënë, se që ato signalet... A mundesh me na tregu pak a shumë, qësh mundesh me i kuptu që trupi po ta jep ty një sinjal? Okej. Si me i marë varne, kupton që është me i përcaktuna që ato sinjale, se kur je në zhurma, dhe më thone, kur je i fokusuar qysh me kuptu që trupi është kam fletë që tash, qysh e kupton ti? Shumë let është për shembull unë kretë edhe klasa që ka session se jepi është shka kum përjetu vetë. Së muna mi o dhonë diçka shka vetë se kum përjetu. Ne kom eksperiencën tame, muna me njërat të ndryshme dhe tjertë ose klientët ose studentët se vinë. Për shembull, mu patë më shelë syni. S'kum patë kur gjo. Kërkush më kjo me kuptu, nesër me të më patë më shelë syni se u dusha me marrë një vendim. Tu kam shelë syni, do më thonë s'ke po me? S'kom pak iqë me sy, me sy. Syni më që shtojnë ka njerës, atin kur s'dën sa më të mi pa realitetin. Apo unë për ata për Universe, që shme thënë, ti qënë edhe larmin, thëtë, oke, ti s'po dënë, krye fort, bashkë krye fort, edhe kom i ti më shelë sytë, bashkë që shduhet për me pa ku nuk shkon më. Thotë edhe tinnitus kur e ki, është sepse s'po e ndëgjon jetën. Jeta po të fletë ty, s'po e ndëgjon edhe të vjen tinnitus. Që kjo është u konë signal i parë, dhe isha, okej, dhe me thonë se qëtu një matë ishta është duna me qelë sytë, edhe i shisha sanë, po s'do isha me realizu, alaj të isha, hajtë se botë një. Kena qep në shqiptarë, jo betëm në shqiptarë, zakonisht... Disiplinës. Jemi ka hapën pak ma shumë, shqyqyra. Dhe ishe, oke, syni, e mura një vendim. E mura një vendim, shkova të print. Sa kohë zgjati kjo pamërit e synit që... Një javë. Një javë? Një javë. Një javë, oke. Një javë. Mandej, e kum pat amidale, vegetacion, që shme thënë kërnik, e thënë, po, me 28 vjetë. 27 atër, në kretë në qatë kohë, që ato 6 mujtë e para, kur një kom tha duhet mi hek, qëfar dhimë kjo është, kur duhesh mi hek, me 27 vjetë, zakonisht në kohën Kohën më mirë është doherë, po... Jo, zakonisht e thmit i heken, 6 vjetë deri në 10 provon mi jo hekërnik, po kur t'jenë në moshën, që në thonë adult i rritun, është ma fështirë. Për shka, një yoga për shamull, na i kemi shakrat energetike, shka është s'po hit shumën që ato, në anatomi, po dhe energia ku është, të fyti është shka duesh me folë. Komunikacioni për me... Të une thjesht u konë se guximin me marë me thonë stop që tu nuk shkon më. Për që ata thamë, jenë qa që bindon se trupi na flet, shumë na flet, edhe sidomos shumë, që me thonë, krankajte, smundjet mundën mi, shka jenë dvogla, tash nuk po foli për kirurgji ose sa më tjera, po sanët kur të kina signalet e para mundëm na vetë me mendjen, mi shëru. Ata jam 100% e bindun. Nëse shumë ma shumë njerëz kishin praktiku pak, ose praktikojnë, ma shumë me marë ko për vetë vetën, me ndëgju vetë vetën, shka të ndodhë dhe mes me patë friga ma shumë t'i nanalë për çdo sanë. Për shumë sanë. Është me ta bo tash e përmene frigën, dhe ashtu shtu veç e mendoj që a boj këtë pyetje, yoga për shembull, se shumica, do më thonë, edhe unë veç që punoj me këtë
profesion me ndërdijen e kështu, me programet e njeriu, si jemi kriju, si jemi zhvillu, punojmë, edhe çdo herë në fund prekim me frikën. Domethënë gjithmonë është frika mbrapa. Ashtu është. Sa ka ndikim për shembull aktiviteti i jogës në frikën? A mundem domethënë me aktivitetet e jogës edhe frikën me largu? 100%. Normal, o dash më ta bëu këtë pyetje kështu çfarë benefitesh ka joga? Tash 100%, se me frymarrjen që shqipjen edhe në sistemin nervor, kretë këto mundesh mi shtryp. Mi balansu edhe me gjetë një harmoni me vetë-vetën, me trupin edhe me kretë qertë. Se na zakonisht edhe që thash friga na ndalë. Okej, thatë jo për shkak po tutesh. Shka thonë tjertë? Që ajo friga ma madhja të e di, friga ma madhja. Se para 17 viteve, kër e kum pas marrë vendimin për mu, që shtë tregova, për mu nda, para 17 viteve u kanë qyrë keq, jem konë në kërë, të vëzit, e nuk mu isha marrë, e këmë thirë babën, thash e babë, thash du mu nda. Shqyqyrë një lejmë i mirë. Këm ka thonë babë jem, se u shuki ma i mirë, jetës tëmë, shqyqyrë një lejmë i mirë, këm thonë që tash e këm kretë botën me mu. E kam kretë botën me mu edhe frika që shme thonë, u zhduk edhe prejtë që asaj ditës këm patë mu kur në frikë një temë edhe s'kam mu. Se që aty e shë edhe se forcën që shmune është ti me gjetë atë forcën tonë shë kim brana, edhe me njerëst se rinë, se kiti njerës si thonë janë vampirat energjisë, se ta marrin kretë energjinë shka kiti, duesh më largu prej qatinve njerëzve, edhe do njerëz në jetën tonë kanë më konë një kohë, kanë në një kohë me ty, disa muj, disa vjetë, po jo tanë vitë, tanë jetën. Edhe s'duhet për tutë për shaj, jeta vazhdojnë. Jeta është shumë e bukur, edhe shumë e shkurt, një herë e kemë. I edhe kur mo jo. Ardiana ti the se kur e ka mirë prit babi yt vendimin tonë për ndarjen tonde, aty është largu friga komplet. Çka ndodhi masanaj? Domethënë e ke pas përkrahjen e babit. E kom pat përkrahjen e babit, qashtu është. E babi më ndej edhe më ka pas shty edhe ma shumë më bo, se une misha yoga vetëm visha kështu për qef, po adin si hobi e krejt, e babi ma bëjke, po pse s'pe bën një teacher training, pse që aty në shkollë se e Më thonë, ajtë pas ka shty. Ajë ma ka dhënë atë ndimen, atë forcën e parë, okej, pse s'pe bën? Po e kisha problemin edhe se në punë jem konë, kurset jem konë për teacher training 3 vjetë, edhe çdo javë du shëmë ardhë një 4 orë gjatë ditës. Kum pat një shef, një doktor, se u konë baba imi dytë, thire, që ashtu është. Shumë e kina pat një relacion të mirë edhe ajmë ka pas shty në atë njërë. Okej, pesho se po të pëlqen, shko, i bën ortë ndryshe në punë. Për që ata që shke fjalla, kur tje e përkranë ndaj njerës se e din aftësit, që ata njerës kanë me të shty për para dhe kanë me të ndimu dhe kanë me të japë shpresë që ajo ndimon. Sa të rëndësishëm janë me pas kësi njerëz në jetën tonë? Shumë. Edhe duhet me i vlerësu? Duhet me i vlerësu, edhe si prind, tash unë vetë jam prind, i kam 2 djemë, e di sa është rëndësishëm për mi i dhonë motivim, jo mi shdryp vetëm nëse si kanë notat, ose jo nëse s'kam bo diçka mirë, jo, duhet mi gjetë sanat ku jenë, e kanë potencialin e vetë, duhet mi motivu,
duhesh mu përkra, mi pat njerës që të përkrajnë. Do më thonë, se dhe ti këmja njës mi përkra tjertë. Sa është e rëndësishme kjo që na me rrethu veten me njerëz që na përkrajnë, se shumë njerëz për shembull prej frikës që kanë, se mos nga vetmia sidomos, edhe mos nuk pranohen prej shoqënisë, detyrojnë veten me nejt me njerëz që nuk përkrajnë, edhe kështu i humbin edhe ëndrat e tyne. Qështu është që tash një sënd tjetër, po më vjen se sidomos na jemi me një shoqat ku shka thojnë njerëz, shka shtjin. Secili ka problemet e veta. Secili. E me këqyr tash më koni sinqert me vetveten, thellë sinqert me vetveten, s'na intereson kur gjë shka bën tjetër. Po problemet e tona shka janë që ato, mu ishim që ato mi regullu mirë është puna. Se mundëm edhe tjerve minimu. Po duhem me hek pak që atë në qoqnin tonë shka jemi, përgjithsi jo vetëm të shqiptarët, po edhe gjithkohë në botë, mes me kalzu me kisht. Ajo shka bon jaj, a shka tha jaj, o që shka bon. Se cila... Me shë që pu... Unë thamë, universin, se cila kina rrugën tonë. E kërkush së mundet me hi. Shka është e jame, është e jame. Që shtu ko në shkrujtme. Unë së munda me të marrë shka u ko në jotja. Edhe s'du me të marrë. Edhe është shumë normal, se na nuk mundë me as me një lugë nuk hajmë, as nuk i veshim të njëjtat këpuca, dhe më thonë as nuk i kemi robat e njëjta, se cili i ka, edhe se cili është unik, edhe se cili e ka mënyrën e jetës vetë. Se cili e ka eksperiencen e vetë jetës në qitë botë, na kretë kene ardhë me një mision edhe në kitë botë, ha? Diana, mu po intereson me ditë se, do më thonë, njerës pra nuk janë mësu shumë me besu në to që nuk i shohin. Në shumica e njerëzve e preferojnë ma shumë medicinën, do më thonë. Edhe dun që sa ma shpejt. Të jenë faktet. Po, amu mos ta ndjenjë një dhimbje, ose të kenë transformim shumë të shpejt në jetën e tyre. E mboni shumë për shtypje ma herët, se na veç bisedum para se me fillu, tha që ke edhe shumë mjek, po. Apo? Kam klientat e mi të kërë profesora se mjek, edhe mjek të në të cilën bransh, çdo ditë i kam në kurs. Kam fizioterapeuta, kretë se besojnë edhe. Çka thojnë ata për shembull për jogën? Sepse ata do më thonë vetë trajtojnë pacienta me kimi, kurse vetë merren me yoga. Ma shumë edhe të kirurgët se vinë ata me kimi nuk mirën shumë me qatë në njërë, po ata vetë s'kanë nevoj me folë kur gjo, se me vite vinë në kurse. Nëse s'ju bën mirë, dënë me thonë se nuk i shumë. Kom sidomos mjekt, profesorat edhe arsimtartë, se vinë shumë, se masanaj edhe në përshkolla me thmit, ja u japin do ekserciset të vogla, shka mundën me bo në klasë pas 10 minuta. Mu që ajo shumë, që shme thonë, më vjen mirë, se kur t'i kom qita klienta, e di se qita klienta dhe mundën tjerve minimum ndryshe. Se mjekët nëse mundën, nëse kish pat ma shumë mjekë edhe se jepin të se thojnë duhesh me shku pak yoga me mara, jo vetëm hapa me pi, ose hapi një mënd 3-4 orë. Edhe u kry. Ata, në të falë, nëse ka mjekë që tu se jetojnë në dëgju ose në dishka, ajo është mendim jam, është eksperienca jam e shkem të bo me njerës, edhe rezultatet që kam jepin, për shemëll, njerës se kanë dhimbje me shpinë, zakonisht mas një muje nuk kanë më problem me shpinë, se e forcojnë muskulaturën, jenë në frymëvarjen të koncentrun, conscious, they are consciously, vedishëm për frymëvarjen edhe stresi shka ullet,
kreç të sana yoga im përmball. Nuk është, tash po them shumë qartë, nuk është sikur në social media yoga pose këto femnat ose mashit se janë shumë të hollë, bukur, anaj këtnaj. Naj, s'ka kur gjë me bo me ata, është vrem... Çdo person me pejë, me mbi peshë, me... Se cili person mundet të marrë me një kurs. Unë kam klienta 80 vjetë se i kanë edhe më hypin, në kry hypin. Ajo është motivimi jam maj mëdhe. Klienta deri moshën 80 vjeçar. Edhe më shumë. Shpjegona pak diçka çto. Okej. Se më ndoket shumë inspiruese kjo se zakonisht njerëzit, unë sa njerëz ndëgjoj, mosha tona sidomos, kur i shoh momentet e para që filloj me bisedu diçka, ka shku koha jon, tash kemi bosa vite, edhe unë thom, qysh më? Unë çtash po mlohet po të më fluturum, çtash po ndalën tash. E të vërtet për pleshni. E shoh që te shoqënia jon sidomos, kjo është ekstrem, i jepin vëmendje moshës. Qysh se në moshën 40 vjeçore, 40 vjeçore, po e them, ata veç fillojnë pak si me u përgadit për pleqëri. Haj të regom, ti të lutem pak, do më thonë që je eksperte në këtë fush, do më thonë me mbajtja e trupit, sepse unë thëmë gjithë shka fillon nga mendja, kur është mendja e fort, është edhe trupi i fort. Qështu është ti? Unë i kom prind për shembull në atë moshë që janë shumë mirë, po që nga njëherë po mbajmë këtu po bëva atu, se tash më herë, tash i thom nonës hajde pak yoga. E mos e pi medikamente. Që herën e fundit babi ma bëni tha, unë ka njeri kam 25 vjetë në kryja, thash, që ta po du bab. Oke, trupin da ka njerë nuk asin, po kryt, në kry, shka ti thush vetë, sa vjetë i ki në kry. Edhe në përkurse, kur ka njerë këtin, s'po muna, adin shka. Shje vetën kur i ki pat 11-12 vjetë. Më sheli sytë. Qyre vetën kur i ki pat 11-12 vjetë. Që shjekon. Qatë që shme thonë, i gjallë, i levishëm, ki mujtë mi posanë. Vetëm me vizualizu. Po kur ta bën vizualizimin, duhesh me bo vizualizimin 100%. Në perfekcion. Për vetë vetën, jo për tjetër. Po për vetë vetën. Unë tas klapt. A ke shqiptarë që të vinë ty këtu si kursanta, apo... Okej. Se Zvicra ka shqiptarë mja? Po, ka shqiptarë mja. Ma me mendja nëse kisha qenë në Gjermane ku jem rrit, kisha pat ma shumë. A thu? Jem e bindur. Okej. Në ona franceze është, muna me thonë, edhe vetë nuk kom shoqëri këtu, prej se ku marrë, s'kum pa shoqëri shqiptare këtu. Pse e? Jem konë, spetim, muna me thonë, nashë s'ka ndodhë, dhe jem konë, edhe unë jem një person, ja, kalon mirë me njerë, ja, energjia nuk u konë për neve për me kalu në qëtë kohë. Ta është njerës të më, kur të ma bojnë ka njës edhe se i kina markën të dinë se i kom bo dhe markën tonë, në 2018, kam ndodhë se vinë shqiptarë edhe ju foli shqip, a shqiptare i ja? Po, ba shqiptare. Pse në të mirë, a shqiptare i? Shka dërë me thonë, a shqiptare i? Jem. Po. 100% jem, edhe nuk ka pse edhe jem, që shme thonë, krenare si. Sigurisht se duhet me qenë krenare. E kam klienta se vinë edhe në me ju vjen mirë, edhe vrenë me gjithë zamër, e vrenë se ju vjen mirë, se dikush adin kanë kontakt me shqiptar tjerë, po ka dhe tjerë se të këqyrin me një sy tjetër. Qysh kjo? Pse kjo? Më hinë qëtu dhe më delë qëtu, për ata. Po, du të më mësu. Ata merë mendja që këtu për shembull, se si pyeta dhe ma herë, dhe më thonë, pse dikush është sidomos në populli janë. Pra, po duhet me cekë, se më vjen sigurisht jo mirë kur e ceki, po me që ky podcast është i bomshqi, unë normal du që sa më shumë
ta kuptojmë, të vedisohem që çka do më thonë kjo. Ata merr mendja që këtu ka, do më thonë, mos interesi për jogën, që ka lidhje edhe me dashurinë ndaj vetes. Ma shumë e kisha marrë se dashurim ndaj vetes duhet më mësuna dhe me dash vetveten. Duhet më mësu. E joga është ajo e bjen pikën se të mëson edhe të shtin me zor me dash vetveten. Edhe nëse nuk dën, po edhe këto s'ki rrugdalje tjetër. Si më mësu me dash veten? Hajt jep ma një kështu. Okej. Po ta japin një kështu. Me dash veten do më thonë, jo në këtë mënyrën e jashtme, po... Mënyra e jashtme është vetëm fasadë. Ajo është vetëm fasadë. Mrena që shenë një tisë, aje e sinqert me vetë vetën. Kur të shkurt, kur të shkon me flajtë në mbrëmje, analizon ditën se e ki bu, qëfar ditë e ki pot. Aje konë, që shme thonë, qysh je sjell me tjertë, çfarë fjali ki përdor. Tjertë qysh kanë, qysh e konë në kontakt, ose tjertë qysh kanë folë ty. A ki mujt energia qysh u konë, energia qysh u konë ndaj tive, ndaj bashkëshpitin. Si mbrome, një reflektim ditës. Edhe po të kalzoj thjesht unë mu lutë, tash se cilë e ka ta, ja musliman, ja katolik, ja... Unë ta dush. Ashtë edhe nuk po të rekonë që thmere me joga regullë. Joga dyra. Bolë po më nuna, po... Po rripak, që shtu se po pëllë. Ajo religioni vetë vetës, me marë kohën, me falemnderu jetën se egzistojmë, jetën se e kena. Ta shti, une po të kalzoj drejt, une çdo ditë foli me... E di se dikush është naltë se më këqyë. Ata jem e bindun. Ata shka është për juve, jo është, që më thënë, problemi juve. Jo problemi, po... Çdo ditë I falenderona. Zotit, ose universit... Diçka ma madhe është se shka kena, e kena shëndetin, kena me hongër, kena me pi. Kreti kena, shka në vejitet kreti ke kena, pse jo me jep edhe pak dashni ma shumë prej ne. Me dash vetë vetën më sporti, nuk është egoisëm me dash vetë vetën, po duesh me dash vetë vetën nëse do mi dash edhe tjertë. Kjo tash egoizmin që e përmane është shumë e vërtet se unë mendoj që këtu është pak edhe ajo friga ndoshta me dash vetën se mos po bona egoist, po egoist, do më thonë, nuk është egoizëm nëse e të vetë. Se ti nëse donë vetën, që më thonë, me ko për vetë vetën edhe me shëru vetë vetën. Edhe më ndëgju shka dhe, që më thonë, dhe i në reshtime. Zoni mbranqëm, shka o të i polë. Intuicionin, ata s'duesh milion onash. Intuicioni gjithë pa dishka. Duhet më rujt kur ta len onash, po. Ajo kur ta ngon. A mundesh me ju tregu për shembull shikuesve se si munden këta me kuptu se kur është komplet zoni mbranqëm? Çish mundesh me kuptu? Çish e vren ti për shembull zonën e mbranqëm? Që po komunikon diçka me ty. Okej. Kur ta ki për shembull një shembull shumë I thjeshtë, kur ta shen një person, se se ke njoft kur. Diçka në anën teje thot, duhesh më rujt. A din, është si një protekcion që janë nisë mu, do në më thonë se që ajo është, që më thonë, shikimi para. Ose të ndryshme e shet dikon si ti thu se këtë njëri e kum pa vetëm dikon. Njihem prej një jetës tjetër, të ndryshme. Intuicioni është, që më thonë, duhesh e nuk vjen me një herë, kur të nëse dënë ti, ajo është me ko, me eksperiencë,
nuk e njohim qatë shumë vetë vetën. Duhet kohë për me njoftë në vetë vetën. Duhet me marrë kohë për më ullë dikon dhe thënë, oke, vetëm unë e qëtash. 1 orë kur të vinë të unë në klasë 1 orë, e kanë 1 orë 40 deri në 60.000, që me thënë, mendime i kena gjatë ditës, ato jenë shtepër, s'mundëm edhe me analizu. E kur t'jemi 1 orë që tu për vetë vetën, shka bojene? Vetëm me boj për ju të regoj ku me jep atencionin, jo guni, jo barki, jo frymarja, që një shultre, kraj. Kretë që të sanë është për më konë këtu, në qitë moment. Ajo shka ko me bo mandej, ose shka ka ndodhë. Vetëm me vetë vetë. Momentin e tanishëm, prezent, moment. Prezentin. Ta shti ma herët e the se i ke pas sinjalet e trupit dhe më dhonë para se me gjetë yoga ty. Qështu është? Ta shprej si nërësh me yoga. A ke pas në njerë si loj sinjalesh, apo është Për para, zakonisht para se me nis jogës, ka një rosim dhe më këkryt me njerë, hajta marrë një dafalgan, ose një pënstan, ose diçka me njerë. Okej, tash unë bashkëshorë tim më fillim një konë shoqni, mandej u bu bashkëshorë tim. Masi se është edhe naturheil arst, më kam mësu edhe sanë tjera naturale shka jenë, për me ndihmu, këto sanë kombinuam bashkë me yoga. Po muna lirisht me thonë gjatë 10 viteve, nuk kom shku të mjeku. Prej se e kom njësë jogës. Mandej shka jenë konë për shka gjatë sanë i sanë në se ato jenë sanë tjera, po shqyqyr zotit. Shqyqyr zotit, falenderu, çdo herë. Çdo herë se është për gjashtë. Edhe nuk, si është një ca fështanlek se duhesh kohë me marë. Duhesh kohë me marë, duhesh me sakrifiku kohën për për nuk është as sakrifikim, është se merë kohë për vetë vetën. Në fakt, që e vetës, dhurata ma e mirë, në fakt. Zakonisht kur të vinë edhe në kurse, kur të thënë, jo, shumë shtrajtë. Po vinë të kjo fjalla se ka njerë, jo, e di, ka njerë dhe zë qmimi, po qëfar vlerë ti vetës bjepë? Unë e thamë, investimi maj mirë, maj menë që mosh kur ti investon qelizat e tua. Qështu është, ne? Se për shembull na shohim edhe ti edhe unë edhe çdo kush tjetër njerëzit gjithçaq shumë shpenzojnë për garderobë, për pamjen e jashtme, edhe sidomos femnat për make-up, aq shumë parë shpenzojnë. Nëse i shkon vetëm make-up, i shkon apet mi. S'po foli, s'po shkoj manerë, se pa gjykim, po është një, ajo i shkon kret një tem tjetër për shka me folë. Po, amo është, më thonë, fokusi shumë t'jashtë me neta. Qato, më thonë, ma mirë qatë investim. Okej, na pamja jashtme është mirë me konë mirë. I vetën mirë, po. Po jo veç t'jashtmen edhe mbrëmshmen me lonë në zbras, të dinë bosh. Nuk ta plotson. Që ti fiqit para se marti, 15 minuta para se marti, keni kliente e Belgjikës, se unë i këm klientat edhe internacional se vinë. Edhe, po vjen, okej, ka dek burri, ka dek nona, ajo është jeta vazhdon. E po vjen, po më bën, s'pedi shka më bo. S'pedi shka, apo thu se jem depresionën, ne këna thash, jo, s'jem depresion, s'pedi, jo, milionera është. Okej. Milionera. S'pedi, kretë, kur më konë fundi jetës, nuk... S'ka ma më rëndësi se shëndeti. Ti mundesh mi pat milionat e botës. Nëse se ki shëndetin në kry edhe në trup, s'ki kuqë. Investimi ma i madhe, duhet me qenë shëndeti. S'pedin më ndryshe qysh me formulu sa është më rëndësishëm për më marrë kohë për vetë vetën. Shumë. A kishe posti se për shembull kjo pjesa që për me marrë kohë për veten, normal që neve na duhet çdo herë edhe kohë.
se ti paka shumë për me unis prej shtëpis, e deri të vish këtu në studio, e deri të kthehesh prapë në shtëpi, shkojnë diku 2 orë. Po. E tash, a mundesh me më tregu ti se edhe unë e kom pak qëtë pjesën që tu ti, unë të kom thonë me baskontin Lucani, unë e kisha ardhë, se kisha pas një arsye pa tjetër, po masi ti si atje, tash ka njëherë, gjoj justifikime, me që se unë e Ka plot qerë. vërtet e praktikojnë shpi. Bashkë me vajzat e mia, po kisha pas vërtet dëshirë me shku në studio. Kështu është një vullnet tjetër. Gjejmë justifikime, e tash masi nuk po të pys vetëm për shikus, po edhe për veten time. Okej, Anis, Qysh mja bo vetës që vërtet me gjithë qatë kohë për më shku në studio. Ose në fundit, në fakt, edhe unë e siguronet, në fundit në shpe, ma mirë pak se hesi. është shumë thjesht, ti për shembull a gjendën tonë e ki? Po. A gjendën tonë e ki? Kur ti merr terminet, ai bën terminet me qertë. Po. Termin me vetvetin. Për ata... Termin vetveti. Termin me fiqin. Që ajo është mame, duhet më kone kuqe e madhe aty. Termin me fiqin. Ose out of the house, që me thonë, jashtë shtëpisë. Duhet me marr kohën. Nuk kam e të si da pritoshtit. Tash po të pys. A këqyrë Selia? Jo. Shqyqyrë se më thu jo, se sa njeri e hupin kohën, ulen mas punës për me këqyrë hatë, ta këqyrë Netflixin edhe të si shlimë. TikTok, pimirisht të së banjet, asë nuk jemë në to, nuk është të si shajfa shlimë. Nuk është që ajo o të i prish rënjim. Rrim para televizionit, ose sa rrim në ashtë edhe vesh të pastru në shpi, se shumë femra e kanë edhe këtë pjesën që... Manjak për... E kanë atë mendje se unë vesh kur pastrojnë shpi, jonë du të bo kontribut për shpijen, për familjen, do shta, mo e harrojnë që njëherë vjen shëndeti, se ti kur je i shëndetshëm, edhe ki ko me pastru shpi, mundesh me pastru shpi, edhe mundesh me ndihmu familjes. Qështu është, se ti vjen e merë kursin për shembull, nuk është se merë kursin vetëm për vetë. Në fillim e merë vetëm për vetë. Po ti, mas kursit kur kthehesh, ose sidomos kur del me ndjerë, ti del me një energji tjetër. Të ndryshe. Kur kthehesh në shtëpi një thonë, ka mami, qa që shkoma u fluturu, qa që letë, qa që gëzushe, më nëj, pse? Pse ki ma ki po për veti, edhe tjertë e marrin energinë tonë njëjtë, se përshojnë se okej, tas klappt, tas klappt. Ti përshka vinë njerës edhe, përshka është mirë edhe më kone në grupë, se mundesh me ndru jo një ide, jo që shekini ti veten, ose dishka, mu marë edhe në konsiderim prej dikuj tjetër. Se sa famnat jenë edhe në shpi për shamë se nuk punojnë ose dishka, po jem tanë kohë në shpi jo presin pëse sa të vinë të mija, dhe sa të vinë burri, edhe kretë vetëm të jeta tynve cilët në përmjet burri edhe të mija. Ta si shadë. Më falë një se pjo thama, vuta shumë e bukur dhe jeta shumë e bukur për me pasa në tjera dhe me kontribu. Me jetu jetën pak njërë ma intenzive. Me eksitacion me pak. Jedi, po nga të regu si me integru disiplinën, se disiplina është diçka shumë e rëndësishme për shpinë do është do morë me diçka si me aktivitete, me mobilje, si për të puna, si për arritjen e dëshirave, do të thonë, qysh me integru që disiplinën. Se për shembull edhe të une që ka njerëz paraqitet. Disiplina është shumë e lehtë kur dën me bo. Ti ai lën dhëmb çdo ditë. Po. 3 ditë. Zakonisht 3 ditë, okej. Unë po them 3 ditë, 3 ditë është shumë mirë. Vilem 2 herë minimum, okej? Ajo është disiplinë. E ki. Obligim. Disiplina që ashtu e në kapa. Çdo ditë 10 minuta. 10 minuta, 5 minuta, ulesh 5 minuta, merr frymarrje. Ndëgjon shka ka në trup. Ku po mdam trupi, cila pjesë e trupit të të mdhim. Për me skanu edhe veten, me bo një skan, okej, cila pjesë e trupit të të ngacmu pak. Mbandaj, duhesh me gjetë një studio,
ku të pëlqen, energia personit që jep, ku tërhek, është shumë më rëndësi mi vizitu disa vende, jo vetëm një vend. Disa vende për me thonë, oke, qëtu për një vetën ma Su po më tërhek ma. Qëtu, që me thonë, që ato i në reshtime, zoni më rëndëshem, të regon, thotë, oke, qëtu je mirë. Kisha dasht këtu diçka përshqyqusit me thonë. Une soher që dal live ose edhe me videot e mija, e ceki që to që kërkoni, si thojmë na, kërkoje gjellën, amo mas andej haja ato që të pëlqen më shumë ti. Edhe unë e thonë me mentorimi, do më thonë, ndëgjo mentorët ndryshëm, por nëse donë me u specializu, shko të aj ku tërheqesh më shumë ti. Njëjtë e tha edhe Ardiana, pro? Shko në atë studio ku tërheqesh më shumë ti, sepse aty është rezultati ma efektiv. Ma efektiv që shtu është. Ardiana me burrin e saj, pra kanë këtë studio me vitem, por këta nuk janë vetëm këtu aktiv në këtë studio. Ardiana me bashkëshortin e saj japin trajnime edhe jashtë botës. Është shumë interesante dhe të ndëgjojmë Ardianën se çfarë ka për ta treguar për eksperiencat e tua jashtë vendit. Si funksionon kjo? Edhe si mundeni me i përthëku gjitha këto? Edhe si funksionojnë? Okej, 2015 në që atërja kena pas nisë me dalë dhe jashtë Zvicrës, për me jap trajninget për... Keni pas ju kërkesa prej njerëzve, apo keni fillu vetë me shpërndar rojt në për vendet tjera? Jo, na kena pat kërkesa prej vendve, mandej, që me thonë, relacionet hapën. E bashkëshorti im, gjatë pas viteve ose më shumë, u konë kretë onën e Azisë, që me thonë Taiwan, Kin, Kore, Thailand, Vietnam, Bali, Kuala Lumpur, kretë që të vendet të botës asiatike më shumë, edhe në onën në Amerikë, kena pas qenë në Miami. E është, që me thonë, është një pjesë kur t'jep arsim në qitë mënyrë, kretë ndryshme se ti ishe kultura tjera, trupi është ndryshe. Rritet vetëbesimi. Vetëbesimi dhe rritet, ti duhesh me jep edhe kursin me një gjuhë tjetër që nuk është e jotja. Po si erdhi besimi për shembull prej atyre njerëzve tek ju këtu në Zvicër? Kualiteti i Zvicrës gjithkohë më botë shihet si kur vjen diçka prej Zvicrës, zakonisht është një kvalitet tjetër, ka emër. Edhe pedagogjia i bashkëshortit im se u konë se ky prej 2006 i jep qëto teacher training për më bo yoga teacher. E ka një pedagogji, shka munda me thonë, ju së është bashkëshorti im, po e ka një mënyrë shumë, shme thonë, dveçantë, se njerëz din qysh mi tërhek. E që ajo u konë shumë... Po edhe kjo diçka lidhje me jogën? Emocioni, dhe më thonë ndryshon. Për shka po thonë kjo se bashkëshorti im, kur i ka pat 15 vjetë, që atëherë u ka pas interesu për joga. Me moshën 15 vjeçar. Dhe në me thonë se u konë diçka në to se ka u konë gati për mu edhe ka ditë më marë. Ka pas jetu në Amerikë, ka pas jetu në Indi, në 2 vjetë, me një ashram ku u konë aty atër në vitet 1997. S'ka pat internet ose diçka tjetër, vetëm me letra. Ajo u konë edhe, sidomos tash është një shansë e madhe. Se ka pas përjetu qëto momente në atë kohë. Se tash me internet është ma ndryshe, nuk është njëjtë. Cila gjeneratër i ka ndryshe ato. E që ajo eksperiencë ja ka shtu vleftën. Edhe kur u konë këtu i pari se ka pas qelë këtë shkollë, në fillim zakonisht
njerëz atëherë në atë kohë kanë këshyrë jogën pak me një sy tjetër, është po, edhe të hujtë, edhe këtu në të bile malaki ti, njerëz e këshyrë jogën me një, edhe se u bo shumë populare, po ala këshyrë me një monë sektare, muna me thonë, e shka është shumë keqë, përse ka është të si shadë, që me thonë, më vjenë shumë keqë se ka ala që si njerëz se i përfitojnë, që me thonë, qëto... Për shembull, tash këtu, po lidhe me Budën, po. Ju e keni Budën vendost këtu. Po. Ka shumë njerëz për shembull që janë dejmose kritik ndaj budizmit edhe sidomos ku është kjo pjesa fetare kështu kanë frikë nga kjo. Çka kishe thonë ti? Pak fjalë, se në këto tema nuk kam shumë dëshirë të futem, po që thjesht si e simbolizon ti diçka të tillë? E simbolizoj shumë thjesht për mu kretë religionet ta. Kretë jenë njëjtën vlerë. Edhe nuk është mirë me gjyku, mës me gjyku. Se edhe budizmi... Ka budizmi diçka të lidhur me fe? A është diçka me fen? Apo... është një fe kretë në tjetër. Që më thonë, edhe kretë lidhen, apo që jepet kretë lidhen bashkë, nëse i këqyrë ti, nëse i këqyrë fejat kretë kanë mu lidhe, kanë thelmin e kanë kretë njëjtin. Budizmu, na kena budizmu se na pëlqen se është ma e, që më thonë, shumë e shpirtëror, me spiritualitet ma shumë, po edhe religionet tjera e në spiritualitet, na ma shumë fanatikët se i kanë deviju pak. I kanë deviju pak, po tash se cëllim është, që më thonë, mundet mi marrë informatat që shdojnë. Unë thamë se cili i ka besimet e veta, i ka mendimet e vetësh, po pse edhe mos jemi të hapur, edhe të mësojmë diçka edhe për tjerat, edhe mos të kritikojmë non-stop, po thjesht jemi të hapur edhe të mësojmë pak. E don, e merë. Se don, leje, deri një vitratë. Po, mos impono. As mos impono. E vetja është qështë, babim dërës më ka thënë, religioni do të më konë në zamër. Dhe që aty është ma, që ajo është ma me rëndësishme në zamër ti që shi. Me si bën dikush, ka s'dën dikush me të bo. Shumë thjesht. Gjithmonë nëse prej vetës. Prej vetës nisju. Mundem shumë gatë me shkua, për religionën në i kënaj, po s'ka nevoj. Ato, na Budën i kina se e ka vendin që tu. S'pe di që ka me thonë. Ka njerë disa sanë se s'duhet mi spjegu njeri është. E si ju keni edhe shumë eksperiencë, do më thonë pronat pjesën aziatike. Qështu e. Mereni atje shumë edhe e dini ma detajisht. Që ki Buda vjen prej Balit para 26 viteve. Që 26 vjetë... Bali janë Bali. Shpirtërora. A një vjen edhe nërgjinë se edhe s'kom arrit me shku në Bali dhe që sa po du. Dhe shkon, maja dëshirë. E si tash, atër në zi, bashkërti masonaj kërët Covid-i, unë alem pak sanët. E tash yoga retreats, se... Tash në Francë, kom e dhona pet një javë, e zakonisht famna të vinë, kom edhe marshi se vinë, se i një klientat, po... Mirë që ma bone këtë përgjigje, enda fatë pytë, se çdo herë në këto pjesë, në këtë fushën shpirtërore, dhe më thonë, Adjana, një recensike vetë, dhe më thonë, paga shumë që keni më shumë femna, se... Të të është. Okej. A thu pse është kjo kështu? Se në përgjithësin këtë fushën shpirtërore? Nëse na femnat jemi, fakt që jemi ma empatike dhe ma emocionale se meshqit. Ndoshta është edhe kjo arsyeja? Është edhe... është një fenomen shumë i madh, unë shka gjatë viteve shka jem të i pash, ka të i mdodh edhe. Edhe pse ti e bashkë me bashkëshortin, do më thonë? Ka ma shumë bashkë, po. Po, kom shumë marshit se vinë, zakonisht janë që shtash, janë me një, ja janë që arsimtar, doktora, kretë që tash e kanë një vetdije ndryshëm për trupin, okej? Po,
Unë mas japi shumë edhe për grupe që ka janë internacionale se vinë në Montreux ose në për hotelet tjerë këtu. Zakonisht më thirrin për me jau jap një kurs, një session grupeve para se ja nisin ata konferencat e krejt. Do me thonë ti bon trajnime, sessions, do me thonë trajnime? Para se më ja nis ata konferencat e veta. E pse ashtu që ka ndodhë, të që ka bojnë atë? E përgatitin veten. Shka është interesant se 90% jenë mashqi. Dhe me thonë se dirigjenta që ka jenë të entreprizes, që me thonë u firmave të mdoja, botrore, krejt. Që kanë projekte biznesesh nështë? E marrin kohën për mu fokalizu. Para se t'ja njësi diçka gjysore yoga. Gjysore, një orë, para se m'ja njësë ditën, sidomos kur ti kanë projekte të mdoja, kur ti marrin vendimet edhe, koncentrohen. Koncentrimi është shumë i rëndësishëm, edhe që më konë në prezent. E që ajo më fascinon me shumë ti thëmë, më stojnë njerë se mashqit nuk bojnë yoga. Mashqit me vedije. Më falni, ja? Mashqit me vedije bojnë yoga. E shpresoj se ma shumë kanë mja njësë edhe këta tritë, se se kanë njësë alo me vedije, po kanë mja njësë edhe ata. Më koncentrohem shumë vetëm në muskuj? Nej. Po ti muskujt e mbranqëm? Muskujt e mbranqëm, unë e kum pat mashqit se vishin prej fitnessave, e kum pat klientën tjetër 80 vjetë onash, e kina bo një pozicion, aj nuk muj ke me majtë, floka, më me thonë, 80 vjetë, e majke, ego, që shme thonë, qa që ka pas, që me thonë, nuk ka pas prejken ego, kur se kum pa mo. Nuk u konë gati, nuk ka dashme, nuk u konë gati, ndash ta njëherë bot gati, kur të... Për që ata? Pa gjykim, po mashqit ka shumë mashqi, po mashqit e bojnë ndryshe. Po. Argjana ti, do më thonë, pos gjitha këtyre që i bon e ke edhe një Yantra Connection, që ti edhe butiki juve, e veshjes juve. Marka Yantra Connection. Do më thonë, ti bon shumë gjana, nuk me edhe yoga, hajtë, një në pak, në që ka njerë, që ka bon këtë se, po du me ditë. Edhe, thjesht po du me ditë që shja del ti me i menagju krejt që to, edhe po du me ditë, a ka qenë këto dëshirat, sepse dëshirat arrihen, edhe ndështë pak më na pojgu, pjesën e dëshirave, manifestimeve, se kjo është ajo është pjesë shumë e rëndësishme. Ma ajo që du mas shumë të normal, se cili ka dëshirat e veta dhe pse mos me i pas, edhe pse mos me dasht me ditë se si me arrit. Qysh i ke arriti, si ja ke dal, edhe si ja del mi menagju krejt qëto? Çdo ditë ma bojnë qitë pyetje. Normal, se kjo është një. Çdo ditë ma bojnë qitë pyetje. Okej, është një dëshirë shumë e thellë, që më thonë, është mbranqëm. Na para, kur e kina qelë markën, kur e kina kriju markën tonë në 2018, për bashkëshortin tim, a i vetëm atër në vitet 2002-2003 ja ka pas njës me do markat të Amerikës, andaj po gjithë i ka thonë vetës një ditë, ko me pat markën tame, ko me bojt qysh du. E ka thonë? E ka thonë. Edhe, unë jam konë ai person në të njërë kur jemi bashku, ti i bashkush edhe me një person se ishe potencialin të ti, se mundet me të shty ma për para. E mundet thjesht me thonë, unë jam konë ai person se ka shtysh bashkëshortin tim për me hec për para. Po ai nonën tjetër ma ka thonë mu, që me thonë për krajen, në të shkadu unë me bo, e ka pas se muna, se tash që pas vite unë e dirigjoj shkollën, që me thonë, e është bashkëpunim edhe respekt edhe besim. Shka duesh me patë në mes veti,
Zut me pat frikë, apet po vim të frika, shka foli njerë se në fillim, kur ja pata njësë, suksesi, ajo vjen, suksesi të qilë. Pas përkrahjen edhe prej rrethit ton, prej familjarve, kur ke fillu, sepse zakonisht... Unë jem kon larkë. S'po du me dalë prej temës, vetëm shkurt këtu, se zakonisht kur filloj me ndryshu edhe me shpërthy, pak është fjala. Bashkë prej atyre që presim, e kemi... Se normal njeri pret, edhe pse s'dush me prit prej askujt, po shumë e natyrshme që prej tondit pret. A ke pas përkrahjen prej njerëzve tu? Përkrahje moralisht? Prindve. Unë jem konë edhe larkë të gjithë, s'kom pat mu kontakt mu me, qysh me thonë, unë jem në shpërngull këtu, mas qysh më ka ndodha jo, mas ndamjes, baba im ka pas dashtë unë po më këthy apet nonën edhe mami për më këthy nonën Gjermane, po ku më thonë jo, jeta ime është këtu. Kretë këtu ja ku më... E kanë akceptu, do më thonë, se që kjo është për mu një përkrahje, nuk është... E kanë akceptu. Ndi mu, kështu po, dhe akceptu thjesht ndryshimin tonë, dhe në përkrahjet ndryshimin tonë, se në fakt në qëtë fazë, kritikohem shumë prej rrethit, edhe ka shumë njerëz që tu dorëzohen, sepse është so e këvysni opë fërberajt shafë, kur donë me arrit qëllimet e tua, dush me koni gaqen se disa persona nështë ta kime i hup. Edhe në fakt, jonë, po thuja se gjithmonë persona që i donë mas shumë ti. Qështu është, po në atë njërë mund me thonë, kom pat shumë fat në atë prej familjes tame, për krajen moralja kom pat, edhe tjertë, për të zajkat ose kretë, që me thonë, ja u kom qelë një rrugë. Ja u kom qelë një rrugë se mund është një shambull. Edhe duhet më konë ka një shambull, unë edhe jem, që me thonë, jem kërënar, se jo. Edhe si e vogët, gjithë e kom një vetën veçantë. Gjithë e kom një vetën... Ndryshe, o e gjithë se... Edhe gjithë që shtu edhe më kanë, që me thonë, me një mënyrë të mirë, gjithë më kanë pa dhe ata veç ashtu. Se jem konë veçantë. Qështë më thonë? është okej. Si që okej, mu gjatë që shtu më ka pëlqy dhe që shtu kom me vazhdua. Dhe më ka dhe është shumë mirë që shpebon, anaj kënaj, i kom stimulu edhe tjertë. Ata mu në thjesht me thonë se ma merë me një se i kom stimulu, edhe nëse se më kanë thonë direkt. Po e di thellën ta se i kom stimulu edhe tjertë, për me pat godzimin mu konë ndryshe. Edhe shumë femna e mashqitri tjerë, ose me mosh, nuk ka, që me thënë, nuk ka mosh për ato. Duhet me marrë konë, duhet me marrë, që me thënë, gudzimin për me hecë për para. Se jeta kalon. Vitet kalon. E që mi gudzimi është shumë i rëndësishëm. Sepse shumë njerëz duan dëshira, por nuk e kanë gudzimin. E manifestimi është... Tash prap te manifestimi. Manifestimi është shumë i... Manifestimi nuk është veç me mbyllë sytë, me meditu, me bo yoga dhe ta manifestimet. Ja, jo dush me punu për ta. Me leviz. Me leviz, dush me punu për ta me leviz, edhe dush taman me ditë që ka jetu i dashtë. Kjarësime. Kjarësime, jo s'pudu që ta. S'pudu, s'dojnë me thonë kur se që ata ki me qaja komentarë më ndeja. Dhe me thonë gjithë me një mënyrë ma pozitive, edhe me pa vetën ku dënë me arritë, me vizualizu, edhe njëherë po vjetë të vizualizimi. Vizualizimi është shumë i më rëndësishëm, po kur ta vizualizani, duheni me vizualizu perfekt. Ka dhe me thonë për ty vizualizim perfekt? Tash për ma një shambull, dënë me pati, du një shpi me pati, një shpi. Ti e ki shpi në ondrave tua, ulesh në alu, e fotografan në kryton, e fotografan vizualizimin në shpis, me detajet në film, me detajet deri në perfekcion shka është e jotja.
nashta me njëherë nuk realizohet, po kur ta këqyr mas 5 vite ose 10 viteve, mës mi harru që të vizualizime që ka i kim patë, unë është me patë vetë, oke, në qatë shpijem që tash. Po, e tash a mund është të me jo tregu për shamë, sepse të shumë njerëz është kjo, që ti ulesh, vizualizon, edhe ndihesh mirë për çato minuta. Po mas vizualizimit, vjen ty një sfidë, një challenge, edhe harrohet vizualizimi. Disiplina. Energjinë. Disiplina nuk do me thonë se duhesh mi shukrat nëse është një punë shumë e fshirë ose jo su ka bo. Me shku. Mos më dorëzu. Shkurt mos më dorëzu edhe se dorëzimi është shumë i lehtë. Mos më dorëzu, do me thonë në realizimin e dëshirave tua. Ndaj projekteve tua, ndaj dëshirave tua. Është. Më thonë, po duhet kohë, nuk është me një seans as me 10, as me 1 vjet, as me 2 vjet, me vite. Edhe unë mendoj sa ma intenziv që punon me veten, energjia është ma e madhe, aq ma shumë vetë disohesh, masane kjo pjesëmarrja, eksperienca, se unë thamë ka njëherë, na nuk duhet vetëm me mendu që shpo du me pas jetën, po edhe me fillu, me jetu. Me bo me jetu me shpun qatë dritim. Sepse unë e ma herë të erdha këtu edhe hyra në aty në kazino edhe para më ndësha vetin. Jo kujnë aty. Po e ndjesha energji. Është fisë, edhe hisha kështu kështë si milion. Se jo? Po dhe se ti dush me lujt për para. Edhe tash një unë veç me vizualizu ndështa, ama unë tjetër në paralel mos me bo kur gjoheq, ajo është normal se vizualizimi të shtynë shumë. Ti të shtuesh edhe s'duhesh me arru qysh ja ke nis. Për shembull na markën kur e kena pas kriju, ja kena nis qëtu në shkollë, sandet e vogla, në kryte, oke, kur ta qelim butikën, anaj, këtnaja, e sandet, mrenda 6 mujve jenë bo. Wow, po. Se t'jenë shumë i qartë. I qartë, ki ditë, edhe s'duhet mi arru shka ki punu për to. Që ajo është shumë e më rëndësishme, se shka ki bu për të përdo me qenë falenderus. Falenderus për mundin. Që jo? Mendjen. E çdo ditë. Nuk është vetëm hajt njërë njafë, njërë mujt, nej, çdo ditë. E çka thuti për shembull për njerëzit që vërtet punojnë, punë fizike shumë. Se është në vërtet një pjesë që është për me të dhinë, se normal edhe ti, edhe une jemi do më thonë në këtë fushën që ki dëshirë vërtet me ndihmu njerëzve që me arrit qëllimet e tyra pak ma me lehtësi edhe jo vetëm veç me punë fizike, me punë të ronda. Nëse është pasion i yti, pa të po, nuk du asnjë se si cili profesion e ka vlerën e vetë, mënyrën e vetë. Qështu është. Po, që mos ta boj me zor, po me dashuri, gjithçka. Po çka mendon ti për shembull, nëse dikush bën një punë fizike të rëndë nga frika e ekzistencës ose e detyron veten duke ja marrë vetit energjinë çdo ditë, çka kishe thonë ti? Aty është problemi se frika e ekzistencës, frika, po vjen te frika. Që ty duhet me ndryshu. Që ajo është problemi, nuk është problemi të shkau të punu. Është frika se të ekzistencës. Edhe ti, për se cilin, ti në se cilin njërë, se cilin punë se e bën, nëse e ki frikën, ti nuk e bën atë punë me knasi. E bën ka frika dhe jo qysh po muna, qysh ko me pagu banesën, ose qysh ko me pagu ko. Ti kre që ato energjia pi ngrejnë edhe se në atë mënyrë negative se që ato kanë më të ardhë. Ajo me ndru edhe mi pasandet prej njënës një kajës tjetër që shtojnë. Duhet mi zgjedh kur dënë mi bo disa sandet. Nuk kem kretë sandet e leta. Edhe ka njerë, do njëherë dush me marrë risk. Riziko, se cili prej neve me riziko. Edhe une, edhe kur e ku marrë zgjedhen se ku mlonë punën në mjekësi të ortodontisti,
Ajo ka një zgjedhje tjetër, se dinë, okej, a kime pa të ardhëna? Po. Jo. Të pa njohshme. Qashtu sikur unë ja kum botë, jedin për shembull me vite e kum pas lokalin, edhe e kum vrej që nuk është ajo që e shpirtit tim, kum vendos sot për nesër me lanë. E ki lanë. Edhe pse shumë në atë kohë më kanë qujtë jo normal, se si po guxon me rreziku diçka, a mo tash e shoh se kjo ka qenë zgjedhja e duhur. Ajo është guxim. Ajo vërtet një vendim shumë i duhur, për në atë kohë jo fort normal, po tash kur e shiqoj mbrapa tham. Je krenare. Kur e ndëgjon vetë. Që ajo është, e se cili njeri në atë mënyrë, disa më thonë, kjo po fol shumë lehtë, ne i ka. Edhe unë i kum pa të sanë. Ke fol lehtë, sepse i ki... E kum jetua, edhe ala nuk është e kryna, ti nuk i dihet jetës që vjen, po dush me najtë në atë besimin se vetëm mirë ka më bo. Me qenë optimist. Edhe njerë po vim të optimizmi për smundjet, shkajen, ti nëse e kini smundje ose nuk e nin vetëm kështë, ti nëse ushqen vetëm qatë energji, i smundjen tonë, dhe me thënë që ajo smundja ka më rritë edhe ma shumë. Andihmon, tash për shembull për smundje, peceki, kancerin për shembull, andihmon këtu yoga? Ndihmon. Sepse ndihmon se për çakrat të tjerët. Ndihmon se unë i kum patë klientat në dy llojt, se kanë ardhur edhe për gjatë kancerit se kanë patë, po kam patë edhe fatkeqësisht edhe njerëz se kanë ardhur në fazën e fundit, po kanë ardhur në atë mënyrë, unë e marr ata si një respekt shumë të madh dhe një shkollim për mua, ka u konë, kur vinë edhe ti tregojnë sanët e jetës javët e fundit që ka ju kanë. Unë jem duft më mësu është shumë e prekshme, jem duft më mësu edhe për me mbrojt vetë vetën. Tash që prejke që pjesë, që ta persona, do më thonë, që i tregojnë ato ditit e fundit tyne, çka thojnë ata zakoni, çka është mesazhi i tyre ndashta, se ata sigurisht jepin mesazhe. Që ajo është. Edhe më duket kena me mbyll me qëtë mesazh se është se s'ku marr boll kohë për vetveten. Okej. Çka po den më shumë. Jem duft më marr kohë më herët për vetveten. Që ajo është, që ajo mesazhi shkam ka prek më shumë ti. Se për që ata dhe jem të luftu dhe këtu pak për mu konë me shku yoga dhe në mësim në për shkolla, për arsimtar, me janis, 10 minuta, 15 minuta para se me janisa mësimit. Bile me frimarje, me janis me thmit, me ja u dhonë, që shme thonë... Me ja u forcu rojt me një farmë të vret. Që është? Qelsin, po, qelsin me ja u dhonë qysh mundën vetë me shëru edhe me ja hek stresin vetë vetët. Po, me marrë kohë për vetë vetën. Kjo do të kishë qenë diçka tepër e mirë me ndodhë dhe uroj shumë që ndodhë. Une e kam mjeku i shtëpis, prindve të mi, sepse si qysh të ati ma herët, as unë që 10 vite s'kam qenë të mjeku. Shqyqyt. Shumë falenderit, jom falenderu se çdo sekundë vërtet. Edhe bile kur i shoh makinat e ambulancës, unë në atë moment vetëm falenderona për shëndetin që e kemi. Për gjithë që i njoh, edhe për vete natyrisht. Mjeku i shtëpis prindve të mi, atje ku jemi në Lucan, ka e merr një iniciativë që yoga, hipnoterapia, i gjithë ato të futen sistem ligjor, që të hynë në këtë në për sigurime, në për shkolla, edhe është mjek i përgjithshëm i medicinës, do më thonë, po e përkro jashtëzakonisht mose. Na jemi këtu një shkolla shka shumë sigurime marrin përsipër. Kështu do të thonë se janë disa shkolla në Zvicër shka i marrin përsipër sigurimet. Po. Se paguajnë një pjesë, këqyne.
shkoni, qyni, provoni. Me 21, që ta mëse është në Lucën, se me 21 juni është dita jogës botëror. Në Lucën ka më konë, me 21 qershor, po, ka më konë një festival në Lucën, unë s'ko me dhënë klasë, se si jem... Që ta është do shta vetë pyta ki me orë? Ko më ardhë me markën, Vizitë kështu. me markën ko më ardhë, ko më pat një stand atje. Ku te Almet atje? Luga? Bim klubs, bim body datet. Ich gebe dir den Bescheid, wo sich. Se unë jogën më shumë këtu, asi. Në për festivali s'kom komo. Po edhe shtu. Ja thonë ka për ty edhe na duhet më ditë kur me thonë stopa. Qashtu është. Se për ndryshe prapë jemi duke dhonë veç. Hi, nice to meet you. And welcome. Spontan. So, she told me you are a Yoga teacher. yoga teacher. She also? Yes, she is my student. And now she's giving classes. And you are teaching the children. Children and adults too. Okay. Yes. But can you tell us something about children? What Mais en What français. are you doing with them? Ok. Français. Ok, francês. Oui, je traduis. Ok. Alors, français. Donc, c'est pas un cours comme pour les adultes. Dhe me thonë se nuk është C'est pas un cours comme pour les adultes. Nuk është kurs sukur për të moshuarit, po për fëmijët. Okay. Parce qu'on peut pas les garder 1 heure tranquille, concentrés. Se fëmijët është shumë vështirë mi majt 1 orë të koncentrun, dhe me thonë se duhet më konë pak më shumë ludik edhe me lujt. Donc, voilà, on fait des respirations. Après, on fait des postures debout, assis, couché. On fait plein de choses différentes. C'est hyper interactif. Dhe me thonë se është kursi me frymarrje, mandej pozat, që me thonë, në kom, ullon, interaktiv duhet më konë. Voilà. Oui, j'aime bien les respirations, ils appellent ça. Okay. Çka ju ndihmon më shumë ti është frymarrja. Ti shfalem parzit, frymarrja fëmijëve, që ajo ju ndihmon më shumë ti. E çfarë benefitesh ka tash të kjo të fëmia, domethënë yoga? Quel bénéfice ont les A ndihmon kjo për shembull yoga pour les enfants en fait? Alors, la concentration, Koncentrimi, la respiration pendant les examens ou la nuit, ça les aide beaucoup. koncentrimi ose edhe para provimet që i kanë me flajt, ju ndihmon edhe sidomos para provimeve, ju ndihmon për më konë më shumë të koncentruar. Et prendre conscience du dos droit, de ne pas être penché. Me marë kreasim trupin, shpinë në drejt, fiqi? Sepse thuhet edhe në bazë qëndrimit trupit, Qashtu është. funksionon energjia, po. Et voilà, parce qu'elle était là comme ça arrondie, alors. Voilà. Se jo, po. Edhe sigurisht se ndihmon për vetbesimin tek fëmijët, apo sepse po më pëlqen shumë. Tash bilem ka bo shumë kështu më shku me qut një yoga direkt. Et aussi, naturellement aussi pour la confiance en soi. Oui, bien sûr. Qashtu është. Për vetbesimin ajo shumë, po për vetbesimin ju ndihmon shumë, e sidomos me frymarrje dhe me patë me ditë edhe trupin e vet, qysh është, qysh mu majt. Po. Edhe a e thot kjo që duhet me qu fëmin yoga pa tjetër? Tu dis la même chose que moi, qu'il faut amener absolument les enfants au yoga. Exactement. Ça devrait être obligatoire. Duhet më konë obligim. Okay. E çmimet a janë njëjtën si për të rritur në fëmijë. Kjo shkon mas meje. Nuk është njëjtë. Unë ja kum shkollës ja kum dhënë pa pare të Montreux për me marr kursin këtu fëmija. Dhe me thonë se salën ja kum dhënë në dispozicion, edhe arsimtarën ja kum dhënë në dispozicion për me ardhë fëmijët më ardhë me bo 1 orë yoga në javë. Okay. Edhe një pyetje të fundit. A keni për shembull edhe kështu sessions që bojnë mami me fëmijën bashk, apo babi me fëmijën, të na i thojnë muki turnën, Jo. vaki turnën, ama ajo është
do më thonë turnën, sport, po kjo yoga, që bojnë bashkë me prentat. A ka, tash po më interesë pak. I kum bo me kurse shumë herë, i kum bo dhe më shumë klasat session private, është ka i bojnë këto po. Shumë mirë. Merci beaucoup, madame. Merci, Rosa. Thank you very much. Adriana, unë falenderoj shumë që more kohë, sepse e di që i angazhu me mjaft edhe tani veç të erdhë klasa, edhe të ndërprejmë që edhe... Faleminderit për te jefi. Një mesazh për në fund? Një mesazh kusi. Merë në kohë për vetë-vetën. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve, faleminderit fiqi edhe se jetu mënu, me shpërmball qitë podcast për njerës më konë ma shumë me... Vetë podcasti e ka titullin Ndrit mbi mendjen. Ndrit mbi mendjen, që ajo është. Më thonë mbi mendje, ndritur, gjithë shka është e mundshme me arrit njëtën. Edhe besoni vetë-vetën. Nëse harroni, besoni vetë-vetën, se nëse nuk besoni ju vetë-vetën, kërkush s'ka më besoni. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Atëherë miq të dashur, ne erdhem në fund të këtij podcastit. Ju urojmë një mbrëmje të qetë dhe ju rikujtojmë. Duajeni veten dhe punoni për vetbesimin e juaj.